rob që bën një mëkat, pastaj merr abdes në mënyrë të përkryer, pastaj fal 2 rekate dhe kërkon falje nga Allahu, vetë se Allahu ja fal atij mëkatin. Vetë se Allahu ja fal atij mëkatin. Gjithsecili që dëgjon këtë hadith sonte, nëse e ka për herë të parë këtë hadith ta vënë në praktik pikërisht pas ligjëratës, është 2 rekatet e pendimit. Gjithsesi për nesh që kemi gabime. Gjithsesi për nesh kemi një kapitull që ndoshta akoma s'jemi penduar. Gjithsesi për nesh ka një kapitull të keq të fetarisë dhe duhet mendoj se si t'i kthehet Allahu subhanahu wa taala. Një mënyrë e përkryer e kthimit dhe e pastrimit nga mëkati, nga gabimi i bërë, nga gjendja e keqe, nga një gjendje që nuk duhet asnjësoj të shkojmë tek Allahu subhanahu wa taala, është përshkruar në atë që ne quajmë, do thotë në gjuhën e fesë, 2 rekatet e pendimit. Të falen 2 rekate për t'i shprehur pendimin Allahu subhanahu wa taala. Jo thjesht për të kërkuar falje, po për të falur 2 rekate dhe pastaj për t'i kërkuar falje Allahu subhanahu wa taala. Sigurisht e kemi në hadithin që shënon Abu Davudi, që Albani vlerëson se hadithi është nga Abu Bekr radhiyallahu anhu, i cili e ka dëgjuar të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam duke thënë, nuk ka rob që bën një mëkat. Nuk ka dikush që bën një mëkat, vetëse pastaj merr abdes. Pasi që e ka bërë mëkatin, pasi që ka gabuar, pasi që e ka kuptuar gabimin, pasi që e ka vendosur të kthehet nga gabimi. Thotë nuk ka rob që bën një mëkat, pastaj merr abdes në mënyrë të përkryer, pastaj fal 2 rekate dhe kërkon falje nga Allahu, vetë se Allahu ja fal atij mëkatin. Vetë se Allahu ja fal atij mëkatin.